këtë edicion do të ndiqni. Nga 1 shtatori, në nivel vendi do të ketë inspektime vetëm digjitale dhe mbikëqyrje me dron. 58 persona kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës brenda 7 muajve. Ujërat e zeza pushtojnë përsëri bodrumin e një banese në Xhako. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me qëllim të forcimit të mbikëqyrjes inspektuese, ministri në detyrë për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare, Andin Hoti ka pohuar se që nga 1 shtatori, Inspektoriati Qendror i Punës të kalojë në inspektime plotësisht digjitale. Ministri në detyrë për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare Andin Hoti ka njoftuar se nga 1 shtatori, Inspektoriati Qendror i Punës do të kalojë në inspektime plotësisht digjitale. Sipas Hotit, sistemi i ri do të mundsojë dokumentim në kohë reale, rritje të transparencës, llogaridhënie më të madhe dhe monitorim më efikas të punës së inspektorëve. Prej 1 shtatorit, Inspektorati Qendror i Punës do të bëjë vetëm inspektime digjitale. Çfarë kupton kjo? Vetëm me laptop ose me telefona për çfarëdo lloj teknologjie, inspektorati do të inspektojë. Në momentin që inspektori fillon me shënimin e dhënave në sistem, në serverat tonë, mënyrë automatike dërgohen të dhënat. Kjo nuk kupton e para transparencë, po kontroll edhe mbi inspektorat tonë. Ministri bëri të ditur se njëkohësisht do të nisë edhe përdorimi i teknologjisë së dronëve si mjet mbështetës për inspektimin e kantierëve dhe vendeve të punës me rrezik të shtuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo e rrit besoj që kontrollin dhe efikasitetin e inspektorëve tonë dhe dronët janë ata të cilët prej 1 shtatorit, sepse të dyja janë prej 1 shtatorit, do të jenë funksion të inspektorëve tonë. Përmes një komunikate për media, Ministri Hoti gjithashtu sot tha se vendimi për inspektime është marrë me qëllim të forcimit të mbikëqyrjes inspektuese, forcimit të koordinimit ndërinstitucional dhe shkëmbimit të informacioneve në kohë reale, duke bërë mbikëqyrjen më parandaluese dhe jo vetëm reaguese. Pesdhjetë persona në aksidente komunikacioni kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës gjatë periudhës janar-korrik 2026. Prej tyre 30 kanë qenë shofer të automjeteve, 14 pasagjerë dhe 14 të tjerë janë këmbësor. 58 persona kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës. Kjo shifër vjen si pasojë e aksidenteve me fatalitet në komunikacion për periudhën nga janari deri në korrik të këtij viti. Sipas të dhënave të publikuara nga Policia e Kosovës, në mesin e viktimave janë 30 shofer, 14 pasagjerë e 14 këmbësor. Po ashtu, policia njofton se gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 19 vetë aksidente ku asnjë automjet tjetër nuk ka qenë i përfshirë. Kjo nuk është statistikë, këto janë jetë të shuara, thuhet në mesazhin sensibilizues të policisë. Policia u ka bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e trafikut, duke theksuar se rruga nuk është pistë gorash dhe se ajo nuk fal. Në fushatën vetëdijsuese, policia u bën apel drejtuesve të automjeteve të mos e mbilërsojnë aftësinë e tyre në vozitje, këmbësorëve të kenë kujdes gjatë kalimit të rrugës dhe të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion të shmangin përdorimin e telefonit gjatë vozitjes, të ulin shpejtësinë dhe të vendosin rripin e sigurimit. Kanë kaluar më shumë se 2 javë që kur Ministri i Mjedisit Fitore Pacolli nxorri një urdhëresë urgjente, e cila ndalon stërmbushjen e kontinjerëve dhe i jep komunave afat 7 ditor për pastrimin e hapësirave publike. Ndërkohë, sot ekipi ka regjistruar pamjen në disa zona të qytetit për të kuptuar se si qëndron situata me kontinjerët. 7 ditë kohë dha Ministrja në detyrë e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Fitore Pacolli komunave të Kosovës për të zgjidhur problemin e mbetorinave. Por 2 javë pas kalimit të këtij afati të prerë të 10 korrikut, duket se situata vazhdon të jetë e njëjtë.
Urdhëresa urgjente obligon të vendosjen e kapakëve funksional dhe ndalimin e stërmbushjes së pikave të grumbullimit pranë qerteve, shkollave, parqeve dhe këndeve të lojrave, duke urdhëruar dhe pastrim, dezinfektim dhe deratizim urgjent të gjitha hapësirave ku mblidhen mbeturinat. Sot qytetarët e Gjakovës përballen me të njëjtin realitet. Kontinjar të hapur e me mbeturina të mbushura që lëshojnë kundërmim dhe përbëjnë rrezik serioz për shëndetin publik në këto ditë të nxehta të korrikut. Vendimi i Ministrisë parashit e gjoba të ashpra për komuna që dështojnë të zbatojnë urdhëresën. Ankesat e qytetarëve që adresohen në redaksin tonë janë nga më të ndryshmet. Kronika radhës na njeh me një tjetër problematik, por kësaj radhe problemi është me rrjetjen e kanalizimit, bllokimin e tij dhe erën e keqe në këto ditë vape. Ndjekim kronikën për të mësuar lokacionin dhe problematikën e banorëve. Bodrumi i banesës në rrugën Nën Tereza, në afërsitë të tunelit që të dërgon tek qerdhja e Devës, është përsëri destinacioni i ujrave të zeza. Aroma, papastërtia dhe insektet kanë krijuar një ambient të pakëndshëm për banorët e objektit, të cilët janë ankuar në mediumin ton përmes adresës elektronike. Ani pse për këtë situatë është intervenuar disa herë, përsëri problemi nuk është sanuar plotësisht dhe gjendja rëndohet edhe më shumë pas rreshjeve të shiut. Banorët prapa kamerave i thanë sot televizionit Syri që kjo problematikë është kthyer në dukuri dhe se jetesa atyre është vështirësuar. Ata po ashtu ndjehen të rrezikuar në aspektin e shëndetit publik, pasi sipas tyre papastërtia që krijohet nga ujërat e zeza, natyrshëm mund të rrezikojë shëndetin. Sanimi dhe eliminimi i përhershëm i kësaj problematike ishte kërkesa e banorëve të zonës për organet kompetente. Misri këtë sezon do të ketë rendiment të lartë, përkundër vështirësive që ka pasur gjatë gjithë procesit. Kështu vlerëson Bujku Dodëlleshi nga fshati Dal. Kultivimi i Misrit këtë vit po konsiderohet i bollshëm nga fermerët e komunës së Gjakovës. Kushtet klimatike kanë favorizuar zhvillimin e kulturave bujqësore, ndërsa rendimentet pritet të jenë më të mira krahasuar me vitet e kaluara. Nga fshati Dal, Dodëlleshi tregon se këtë vit ka mbjell rreth 4 hektar me misër. Si vjetë jemi shku me 4 hektarë misër, që është shihet edhe këtu. Falënderoj Zotit, është shumë mirë si vjetë konsejnë e bërëshjetin, në përgjithësi. Si vjetë kemi shku me farë me 3-4-4, shihet edhe këtu, është për që është pa vadë, është shumë mirë është, shihet edhe këtu. Rreth 4 hektarë si vjetë, mendojmë vitet e ardhshme me kultivu pak më tepër. Leshi thot se një ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në prodhim ka qenë moti i favorshëm. Moti si vjetë më thonë drejtën unë t'ju rujtë të thatësira, dhe më thonë kam mbjell pak më herët si vjetë, kam shku me mbjellin me 13 prill si vjetë kemi mbjell, po falënderoj Zotit majti mirë shumë, edhe që shifet to, atu pa fort mirë, a shumë mirë, falënderoj Zotit damës kemi pas, ka pas breshër, dhe më thonë rëbeshje, po ne nuk në ka bëdam. Zonën e Gjakovës shumë pak e ka prek. Megjithatë, fermerët vazhdojnë të përballen me sfida të shumta, rritja vazhdueshme e çmimit të naftës, së bashku me shtrejtimin e inputeve bujqësore dhe luhatje të çmimit të misrit. Çmimi i naftës edhe sa kon tepër i lartë, 1.6, 1.60, domethënë 1.70, nuk kemi nalë, se s'kim shka me bana, na do t'i kultivojmë, punën do t'a kryjmë, na nuk kemi qara pa punu, se s'më nalëmi, po edhe fitimi nuk ashtë edhe, se për një herë ashtë rritja e naftës, ashtë janë edhe rritjet e çmimit. Domethënë, kur akon nafti i olt 1.20 cent, akon një matera thesi i kalamoshit. Tash është 1.7, është 20 euro 50 kilshi i misrit. Mbështetje për fermerët mbetet masë domosdoshme për të garantuar vazhdimsinë e prodhimit vendor. Ka më shumë se një dekadë që kur ka filluar të shënohet dita ndërkombëtare e miqësisë, e cila për herë të parë u caktua në vitin 2011 nga Kombet e Bashkuara. Përmes kësaj dite, synohet të promovohet vlera miqësisë dhe afrimi kulturave të ndryshme ndërnjerëzore.
Sot shënohet dita botërore e miqësisë, një ditë që na kujton rëndësinë e njerëzve që kemi pranë dhe vlerën e marrëdhënieve të sinqerta. Miqësia është pjesë e përditshmërisë sonë në ditët e mira, por sidomos në momentet kur kemi më shumë nevojë për dikë që të na qëndrojë pranë. Por sa rëndësishme është miqësia për qytetarët dhe çfarë do të thotë për ta një mik i vërtet? Miqësia ka vlerë të madhe. Kretë njerëz pozitiva, të vullnetit mirë, ata bojnë ura miqësie. Jo murën datësie, almiqësie. Se ata njerëz që janë të lindën pozitiv, ata që të vepra i bojnë. E ku ka miqësi, ku ka dashuri, e ku ka lumturi, ata janë tonë me përëndi. Se sa më mirë se me qenë njeri human, i cili nuk bën dasina, apo bën gjithmonë bashkim, kështu që s'kish më pas as lufta, as pretendime territoriale, as vrasje, as të sene. Miqësia për ne është në fakt shumë e shtrejtë, sepse miqësinë ke mundësi ta zgjedhësh. Askush asnjëri nuk ke pas mundësi të tillë. Kurse miqësinë e zgjedh. Dhe në fat i madh të kesh mik të mirë. Është shumë fat i madh. Si ka është e shprehja, më mirë një mik se një shifig. Masi qenë ka dita e miqësisë, unë për natyrës jam person i shoqërore dhe gjithkohën kam dëshirë me dalë me shoqe, me pas shoqëni. Dita botërore e miqësisë u propozua për herë të parë me 30 korrik 1958, ndërsa u shpall zyrtarisht si ditë ndërkombëtare nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në vitin 2011. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Nga 1 shtatori, në nivel vendi do të ketë inspektime vetëm digjitale dhe mbikëqyrje me dron. 58 persona kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës brenda 7 muajve. Ujërat e zeza pushtojnë përsëri bodrumin e një banese në Xhakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.